Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar teleshikues, ja kur I takuam sërish në ciklin e emisioneve shpjegimi I 40 hadithët e Imam Nevojut. Me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaj, mirë se erdhe hoxhë nderuar. Mirë se vjen. Atëherë hoxhë pa humbur kohë, le të fillojmë me tekstin e hadithit dhe më pas me shpjegimet e tij. Po hadithin e sotëm me transmeton Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, I cili tregon se një burr e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe I tha: "O I dërguari I Allahut, nëse unë I fal farzat, agjëroj Ramazanin, atë që është halal e konsideroj halal, e atë që është haram e konsideroj haram, pra e bëj halalin halal dhe haramin haram. Pra e konsideroj, e besoj si të tillë. Dhe unë nuk shtoj, pra falem, agjëroj, çfarë është halal e zbatoj, çfarë është haram largohem prej saj. Dhe nuk shtoj asgjë mbi këto që përmenda, a futem unë në xhenet, pra a ma jep Zoti xhenetin?" Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po, Zoti do ta japë xhenetin. Ky është hadithi që transmeton Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Atëherë hoxh, me që për Xhabirin ne nuk kemi folur më parë në emisionet e kaluara, dy fjalë rreth historisë së tij ose ndonjë histori e cila është shumë e bukur. Xhabir ibn Abdullah është sahabi I nderuar, është prej ensarve dhe babai I tij është prej sahabëve gjithashtu. Babai I tij ka prezantuar Akaben e parë, ndërsa e ka marrë Xhabirin tek Akabeja e dytë. Xhabiri nuk ka prezantuar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam vetëm në dy luftrat e para, Bedrin dhe Uhudin, ndërsa ka marrë pjesë në gjitha luftrat e tjera, sepse ai tregon vetë më ndaloi te babai im, edhe në rastin e Uhudit, domethënë kur ai deshi të shkonte babai vetë I tha do të shkoj unë, I tha se ti do të marrësh fëmijët. Dhe normalisht që është për aty në sahabët cilët babait të tij ka ndodhur keramet, pra I ka ndodhur një nderim nga Zoti I gjithësisë, siç pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I tha pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që isha si më thoni I pikëlluar me vdekjen e babait, më tha o Xhabir, të shoh që je I pikëlluar, I thash po. Tha për babain besoj, I thash po për babain. Tha a e di ti që Zoti I Madh I ka fol babait tënd pa perde? Mbrëm, sa I kishte ndruar jetë pra një natë përpara, dhe I kërkoi babait Zotit që ta kthejë edhe një herë në këtë botë, po Zoti I tha që nuk kthehesh më dot në këtë botë. Xhabir ibn Abdullah ka ndodhur gjithashtu një karamet tjetër për babain e tij, tregon se mas 6 muajsh ka rënë një shi I madh dhe ka marrë trupat e banorëve të Uhudit, dhe ndër këta trupa ka qenë dhe trupi I babait të Xhabirit, I cili nuk ishte tretur nga toka. Xhabir ibn Abdullah është sahabiu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dash fort si sahabi. Ka histori interesante, për shembull një herë kur martohet ai, nga që e donte shumë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam Xhabirin, saqë ja ka deklaruar, I thot një herë: "O Xhabir, mos lër pa thënë mbas namazit, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik." Xhabir është prej sahabëve që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka çuar në Yemen për të ftuar njerëzit në Islam. Xhabir është prej atyre sahabëve të cilët domethënë I ka ndodhur një lloj mrekullie në shtëpi nga ana e pejgamberit alayhis salam. Në rastin e Hendekut, thot I thash gruas time kemi 3 ditë pa ngrënë dhe pa pirë, bëj diçka për pejgamberin alayhis salam. Më tha gruaja, or nuk kemi vetëm se një keç të vogël, po unë atë po e gatuaj me pak miell thekre, edhe kur të jetë gati po ta bëj me shenjë. Edhe me të vërtet kështu bëri. Kur e bëri gati ja bën e shoqja e Xhabirit, pra ja bën Xhabirit me shenjë, edhe Xhabiri tha u vorra pak nga njerëzit tash o pejgamberi I Zotit, shkëputu që të hajsh diçka tek shtëpia ime se gruaja ka përgatitur diçka. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha o njerëz, gjithë lanë kazmat, lopatat, tha Xhabiri ka gatuar sot për ne drek, le të shkëputemi grupe 10 dhe të hajmë drek tek shtëpia e Xhabirit. Unë tha Xhabiri I ka me vrap përpara, I thash gruas time kështu, tha pejgamberi alayhis salam njerëzve. Tha gruaja përdesi u ka thënë pejgamberi alayhis salam e di ai zgjidhjen. Thotë dhe futeshin njerëzit 10 dhe pejgamberi alayhis salam që u jepte ushqim dhe e kishte mbuluar me një copë le të themi ushqimin, dhe erdhën 10 parët, 10 dytët, 10 tretët, derisa mbaroi gjithë ushtria, pra gjithë sahabët ëngrën drek, dhe në fund fare e zbuloi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ishte siç kishte qenë në fillim. Hëngrën dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bashkë me Xhabirin dhe pinë dhe pastaj dolën. Xhabiri radhiyallahu anhu është për atyre sahabët të cilët kanë prezantuar, siç thot ai vetë, në 19 ndodhi me pejgamberin alayhis salam, është sahabiu I fundit prej ensarëve që kanë ndruar jetë në Medinë në moshën afërsisht 94 vjeçare,
në morën rëndet në vitin 77 ose 78 të Hijretit. Ky ishte pra, ose këto ishin disa nga hadithet. Xhabiri ka transmetuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më shumë si 120 hadithe nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Por nuk është se ka transmetuar shumë hadithe sepse është angazhuar me gjëra të tjera dhe është prej sahabëve të cilët kanë prezantuar Bejatur Ridwan. Pra Bejatur Ridwan është beslidhja që profeti sallallahu alajhi wasallam i mori shokëve të tij në rastin e Hudejbijës kur u mor vesh ose erdhi lajmi se idhujtarët e Mekës kanë vrarë Osmanin radhiyallahu ta'ala anhu. Atëherë o gjendëruar, dalim ke pyetja e parë. Pse pikërisht sahabi e pyeti, domethënë profeti alayhis salam e filloi me namazin, por nuk e filloi me tauhidin, po e filloi me namazin. Normalisht ne themi Islami ndërtohet mbi 5 shtylla, shahadeti, dhe shahadeti është diçka që thuhet dhe kuptohet. Prandaj nuk është diçka për shkak që e angazhon njeriu gjatë gjithë kohës, ndërsa namazi është diçka që e angazhon njeriu gjatë gjithë kohës. Pra do të falësh drekën, do të falësh ikindin, do të falësh sabahun, do të falësh akshamin, do të falësh yacin, dhe kjo është diçka e përditshme. Pra presupozohet sikur ai e mbarte, pra e mbarte tauhidin, mbarte monoteizmin në Islam dhe tani ai vazhdonte me namazin. Ka dyshim. Për shembull këtu kemi për shembull nuk ka pyet për haxhin. Tha nëse un falem, agjeroj dhe nuk pyeti as për zakatin, as për haxhin. Kjo tregon, kanë thënë se nuk ka qenë bër obligim. As zakati, as haxhin kohën kur ka bër pyetjet. Megjithatë këto hyn ndoshta aty ke rregulli tjetër që e konsideroj halallin halal. Po, pra ne domethënë në hadith duhet kemi parasysh se sahabiu vjen dhe nuk ishte prej banorëve të Medinës. Vjen dhe bën një pyetje disi të çuditshme për banorët e Medinës, pra nuk ishte një pyetje që e bënin këtë lloj pyetje banorët e Medinës. Dhe ishte një pyetje sikur ky njeriu thotë gjë, unë do të mbaj vetëm farzin, nuk do të bëj gjëra të tjera. Pra unë do të i ri vetëm farzit korrekt. Dhe pejgamberi alayhis salam e mori në konsiderat gjendjen e tij, sepse pejgamberi sallallahu ka marrë në konsiderat edhe raste më të vështira se sa ky. Si raste atyre që thanë nuk duam të japim zakatin, si raste atyre që thanë nuk i falim dot 5 vakte, por do të falim 2 vakte në ditë etj etj. Pra pejgamberi sallallahu kur shihte njerëz të cilët i vinin nga larg dhe mundësia e tyre për të takuar pejgamberin sallallahu ishte shumë e rrallë, siç ishin rasti i nomadëve, të cilët mund vinin në qytetin e Medinës një herë në 5 vjet, një herë në 10 vjet. Pejgamberi sallallahu e merrte në konsiderat gjendjen e tyre dhe u jepte përgjigje për, si më thon, vuajtjet dhe vështirësitë e tyre. Kështu që ata ishin një popull të cilët nuk kishin mundësi të angazhoheshin shumë, le të themi, me nafile etj etj. Kështu që ai tha unë do të bëj farzet. Tha, po i bëre farzet. Po konsiderove halallin, po morën konsiderat haramin, jenë rregull, e ke fituar xhenetin. Pra kjo vlen për farzet në përgjithësi, dhe jo vetëm për këto të dyja që u përmendën. Prandaj tash, u përmendën këtu vetëm 2, po do të thotë se kemi dhe zakat, do të thotë kemi dhe haxh, po kemi dhe farzet tjera dhe detyra tjera që ne ka obliguar i Madhi Zot. Pra zbatimi i farzeve në tërësi. Thjesht këtu pyetja është nëse nuk bëj synetet. Dhe këtu ne nënkuptojmë që njeriu për të fituar xhenetin, edhe nëse nuk i ka synetet, e fiton xhenetin. A mund themi që kjo është kufini ajo që quhet dyshemeja, dyshemeja e një personi minimale, pra minimale për të fituar një njeri për të fituar xhenetin. Pra, pejgamberi sa këtij sahabiu nuk i garantoi gradën më të lartë në xhenet, nuk i garantoi Firdausin. I tha, a futem në xhenet, futesh në xhenet. Pra ju dha përgjigja ashtu siç u bë edhe pyetja. Pra nëse unë jam rregull me farzet, që do të thotë nëse nesër shtohet diçka tjetër në Islam si farz, futet tek fjala farzet. Nëse nesër obligohet diçka tjetër, futet tek fjala farzet. Dhe domethënë thjesht, si më thon, minimalja për këtë arsye, domethënë thon dietarët e Islamit, njerëzit në Islam janë tre kategori. Janë ata të cilët janë garuesit, sabikun. Janë ata të cilët konsiderohen, si më thon, të mesmit ose le të themi mesatarët, ata të cilët quhen muqtasidun. Dhe kemi shkallën e tretë, ata që janë zalimun. Thumma awratna al-kitab alladhi istafayna min ba'dina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ai që është sabiqun bil khairat, kanë thënë dietarët e Islamit në përkufizimin e tij, është i rregullt me farzet, është larg harameve, zbaton sunetet dhe largohet nga mekruhatet. Ky është sabiqun bil khairat. Pra garuesi, ata që në xhenetet marrin shkallët më të larta dhe ata që futen në xhenet pa llogari, pa kaluar procedurat e ditës Kiametit. Shkalla e dytë janë muqtasidin. Muqtasidin, ata të cilët janë korrekt me farzet, largohen nga harami.
por kanë probleme, le të themi, me synetet, me mekruhatet, nganjëherë bën gabime, bën probleme etj. Këta quhen muqtasidin. Këta janë prej xhenetlive, po do të kalojnë procedurat e ditës kiametit dhe mund t'i kapin mëshira e Zotit, por edhe mund të vuajnë në një kohë në xhenem dhe të futen në xhenem. O minhum zalimun li nafsihi. Zalimun li nafsihi janë ata besimtarë, cilët janë besimtarë, kanë besuar Zotin, kanë besuar botën tjetër, kanë besuar ditën e gjykimit, janë në rregull për sa i përket besimit, por mëkatet dhe gjunat e tyre janë më të rënda se sevapet dhe të mirat e tyre. Normalisht që këta do të pastrohen, do të vujnë zjarrin e xhenemit, pavarësisht se një ditë fundi i tyre do të jetë xheneti. Pra ajeti këtu flet për ndarjen e besimtarëve që ndjekin profetin Muhammed alayhi salatu wasalam. Atëherë, domethënë minimumi se si njeriu mund ta fitojë xhenetin duhet të jetë korrekt me farzët, larg harameve dhe brenda hallallit. Okej, hoxhi nderuar, atë le dalim për një pyetje tjetër. Domethënë, pikërisht sahabi e pyeti për namazin. Kjo tregon që namazi është shumë i domosdoshëm dhe i rëndësishëm për jetën tonë? Absolutisht. Nëse flasim për jetën e besimit, a mund ty besimtari në xhenet pa namaz? Pra kjo është pyetja. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra nëse flasim për jetën e besimit, nëse flasim për jetën e vërtetë, jeta e vërtetë e jonë është ahireti, thot Zoti në Kur'an, "Wal akhiratu lahiya al-hayawanu law kanu ya'lamun." Ahireti është jeta e vërtetë sikur njerëzit ta dinin këtë gjë. Pra nëse do të flasim për jetën e vërtetë, nëse do të flasim për jetën e imanit dhe të besimit, namazi është kusht i domosdoshëm. Pra domethënë nëse duam fitojmë kënaqësinë e Zotit, nëse duam fitojmë xhenetin, nëse duam të jemi në rregull në jetën e varrit, nëse duam të jemi në rregull në jetën e kësaj bote, namazi është i panegociueshëm për një besimtar të vërtetë, për një besimtar musliman. Për këtë arsye dhe Allahu në Kur'an çfarë tha? Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Me të vërtetë besimtarët kanë shpëtuar dhe janë të lumturuar tek Zoti, ata të cilët në namaz janë të përkushtuar, të përundur. Ose siç e tha ajeti tjetër kuranor, qalu ma salakakum fi saqar, qalu lam naku min al-musallin. Pse përfunduat në zjarrin e xhenemit? Than, ne nuk kemi qenë prej atyre që falin namaz. Pavarësisht se ata kishin edhe mëkate më të mëdha se sa namazi, nuk besonin Zot, nuk besonin botë tjetër, po përmendën si arsye namazin. Pra është një, le të themi, një mesazh nga Zoti i gjithësisë që edhe jo besimtarët do ta kuptojnë se çfarë kanë humbur nga kjo botë, që statusi i falsit namazit. Ose ajeti uilul lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun, mirë për ata që falen, dhe cilët ndaj namazit janë shkujdesur. Normalisht ajeti nuk bën fjalë për ata që s'falen, po për rrezikun edhe atyre që falen, por nuk falen me kujdes. Pra edhe ai që falet duhet të jetë i përkushtuar dhe duhet t'i japi hakun faljes. Pra jo çdo lloj falje është ajo falje që me të vërtetë e bën njeriu që fitojë mirësitë e botës tjetër, sepse ka prej namazet që nuk pranohet vetëm se 1/10, ka prej namazet që nuk pranohet vetëm se 1/9, e kështu me radhë, dhe ka prej namazeve që nuk ngrihet as mbi kokën e njeriu. Dhe ka prej namazeve që mbështillet dhe goditet njeriu me të dhe thotë të humb Zoti ty siç më humbet i mua, ose mallkuar qofsh ashtu siç më humbet i mua, pra nuk ma dhe hakun. Kështu që namazi është një prej adhurimeve bazike në Islam, për këtë arsye bën më njëherë mas shahadetit, dhe prej gjërave interesante që ka jeta e pejgamberit alayhis salam, se namazin Xhibrili ja ka mësuar qysh në fillim fare. Pra me të ardhë shpallja, ditët e para i ka mësuar Xhibrili alayhis salam, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka mësuar abdesin dhe i ka mësuar namazin, që do të thotë një besimtar i mirë për të përballë me sfidat, me sprovat, me hallet e kësaj bote, namazi është mbështetja e tij më e mirë dhe suporti i tij më i mirë për të korrur sukseset dhe për të korrur fitore ndaj sfidave që na sjell kjo botë nga momenti në moment, nga dita në ditë, nga koha në kohë. Hoxha nderuar, ju pak a shumë përmend ajetin e parë qad aflaha al-mu'minun. Pra kanë shpëtuar besimtarët, të cilët ndaj namazit tyre e falin me frikë, me respekt, me khushu. Në ajetin tjetër ju përmend dhe thatë uilul lil musallin, pra mirë për ato që falen, që ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Të dy pra të kundërta, një namaz i përkushtuar dhe një namaz i pakujdesshëm. A është kusht domosdoshmë për besimtarin që të jetë i përqendruar në pranimin e namazit të tij? Sepse profeti alayhis salam dikë që fale shpejt e ktheu prapë për të falur. Pra është përqendrimi në namaz është një prej, le të themi, shtyllave, rukneve të namazit, tek një pjesë e mirë e dietarëve dhe disa medhhebe e numërojnë tek farzet e namazit. Pra përqendrimi, pra njeriu kur falet duhet të jetë i përqendruar, duhet mendoj ta çojë në përmend atë që po bën dhe si po e bën. Pra duhet mendoj se është përpara Zotit, duhet mendoj xhenetin, duhet mendoj xhenemin, duhet mendoj gjunahet e tij. Për këtë arsye kanë thënë dietarët,
Namazi është namaz i bërë dhe namaz i ndjerë. Pra, namazi i bërë është ai që bëhet automatikisht, mekanikisht. Namazi i ndjerë është ai namaz i cili depërton në zemrën e njeriu, ai namaz i cili i jep njeriu domethënë shtytsin e përmirësimit në jetë, e rregullimit në jetë, i cili si më thon lëshon ato enzimat e përmirësimit të jetës, e rregullimit të jetës, e orientimit ka e mira, siç e tha Zoti në Kur'an, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazi i vërtet, namazi i falur ashtu siç duhet, e ndalon njeriu nga çdo gjë që është e fëlliqur dhe e shëmtuar. Pra ai namazi khashiun, ai namazi që nuk është an salati imsahun, po ai namazi i vërtet është një namaz i cili është garant që njeriu të largohet pas namazit nga çdo gjë që është e fëlliqur dhe e shëmtuar. Pra Islami nuk ka kërkuar një namaz të thjeshtë, por ka kërkuar një namaz i cili ndjehet, i cili le të themi ka në vetvete reflektimin dhe lëshon mbas tij ndërgjegjësimin. Zoti e shpërblet thotë që ndërur ne folëm për namazin dhe për të qenë të koncentruar gjatë namazit. Por tek agjërimi, me që pyetja e dytë e sahabit ishte agjërimi. A duhet njerëzit vetëm ta agjërojnë apo duhen dhe ato të largohen nga gjunafet? Pra duhet të jetë thjesht largim nga ushqimi apo duhet dhe ata ta ndjejnë agjërimin sikurse namazi? Edhe agjërimi, domethënë agjërimi është dy llojesh, agjërim nga e ngrëna dhe e pira, ose agjërimi i etjes dhe i uris, dhe agjërim i bërë domethënë me ndjeshmëri, ku agjërojnë syt, ku agjërojnë veshët, ku agjërojnë gjuha, ku agjërojnë duart, pra një agjërim i vërtet. Ajo që kërkohet prej nesh është agjërimi i vërtet, jo agjërimi i etjes dhe uris. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, sa njerëz agjërojnë, po nuk do të marrin për agjërimit vetëm se etjen dhe urinë, dhe sa njerëz falen, po nuk do të marrin për faljes vetëm se lodhin dhe pagjumsinë. Kështu që namazi ynë duhet të jetë i ndjerë, po edhe agjërimi ynë duhet të jetë i ndjerë. Një agjërim i cili jep le të themi refleksione për besimtarin gjatë gjithë ditës agjërimit, sepse agjërimi është adhurimi më i gjatë, si në intervalin ditor dhe si në intervalin le të themi kohor, pra është një agjërim 30 ditë, s'ka adhurim kaq të gjatë le të themi, i cili është çdo ditë 10, 12, varet nga dita sa zgjat dita, 15, 16 edhe 18 kemi agjëruar, 18 orë në ditë kemi agjëruar. Pra kur kemi qenë një herë në Suedi kemi agjëruar edhe 20 orë, domethënë që është adhurimi më i gjatë dhe presupozohet që ky adhurim të japi efekte tek njeriu dhe njeriu të reflektojë. Nëse njeriu agjëron, këtë i shan, këtë i ofendon, këtë i ngren zërin, këtë i mërzitet, këtë i nxehet, çfarë mbetet dhe çfarë kuptohet për agjërimin e tij. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, as-sawmu junna, agjërimi është mburoj nga zjarri i xhenemit, po mburoj edhe nga gjërat e liga. Tha fa idha kana sawmu yawmu sawmi ahadikum fala yarfath wala yafsuq wala yaskhab. Wa in ahadun sha'tamahu aw sabbahu falyaqul allahumma inni sa'im marratayn. Tha prandaj kur të jetë ndonjëri për ju agjërues, mos shaj, mos të ofendoj, mos të lëndoj, mos të ngrej zërin. Nëse dikush e shan ose ofendon, atëherë ai i thotë unë jam i gjurshëm 2 herë. Pra pejgamberi sa na tregon se ç'është kuptimi i mburojës me agjërimin. Pra nuk është thjesht që njeriu mbrohet nga zjarri i xhenemit, shpëton nga xhenemi, okay, por faktikisht njëri që agjiron në këtë botë është i mbrojtur nga sjelljet e ulta, nga fjalët e liga, nga shprehjet jo të mira, është i ruajtur. Allah të shpërblet thotë. Amin. Të nderuar televizionistë, shkëputemi për pak minuta dhe i takojmë sërish në pjesën e dytë të emisionit tonë. Të nderuar televizionistë, ja kur i takuam sërish në pjesën e dytë të emisionit, jemi me Hoxhën e nderuar Imamin Ahmet Kalaja. Hoxhën e nderuar, e lam posaçërisht ke pjesa e cila thot ai i cili, pra përdesa unë e konsideroj halalin halal dhe përdesa unë e konsideroj haramin haram, pra a futem në xhenet, kaq e domosdoshme qega që njeriu ta konsideroj ka haramin haram dhe jo të kundërtën ta bëj haramin halal për njeriu që ty në xhenet. Të dyja janë të rëndësishme, si kemi dy gjëra në këtë fjali ose në këtë pyetje. Kemi gjykimin mbi halalin dhe gjykimin mbi haramin, dhe kemi zbatimin në jetë të halalit dhe të haramit.
Pejgamberi sa them, domethënë u pyet për namazin, për agjërimin dhe për këto të dyja dhe i garantoi xhenetin. Që do të thotë, këto të dyja nuk janë të lehta faktikisht. Pra nëse njeriu zbaton farzet, dhe është korrekt për sa i përket halalit, pra beson halalin halal që e ka thënë Zoti. Edhe nëse gjithë njerëzit thonë haram, ç'a thu kështu, çfarë bëhet? Po jo më vëlla, nuk e kemi në tradit. Or zotni, halali është halali që e ka thënë Zoti halal. Dhe harami është harami që e ka thënë Zoti haram. Edhe nëse gjithë njerëzit e bëjnë dhe thonë jo po është kohat kanë ndryshuar, po njerëzit tani e ke parasysh nuk rrin. Or zotni, harami është haram. Pra kemi dy gjëra, njëherë tek e drejta e të konceptuarit të ligjit. Ligji buron nga Zoti i gjithësisë, sipas besimit islam, sipas muslimanëve, ligjin e marrin nga Zoti. Ka thënë Zoti, ka thënë pejgamberi sa, inil hukmu illa lillah. Gjykimi mbi çështjet i takon Allahut. Pra ai e cakton çfarë është e lejuar dhe çfarë është e ndaluar. Pra si fillim, domethënë trajtimi konceptual i gjës, e drejta e ligjvënies dhe e drejta e gjykimit mbi diçka i takon Zotit. Çfarë është e lejuar nga Zoti është e lejuar, edhe sikur gjithë bota thotë s'bën është e ndaluar, dhe çfarë është e ndaluar edhe sikur gjithë bota thotë jo, s'është koha, është halal dhe e lejuar. Ky është domethënë sensi konceptual i gjës. Sensi praktik i gjës, domethënë një besimtar i vërtet jeton në botën e halalit dhe nuk jeton në botën e haramit. Se çfarë kuptimi do të kishte për një besimtar të vërtet që të di se çfarë është halali dhe çfarë është harami? Të di se ç'është halali dhe harami me kuptimin që halalin ta konsumoj dhe ta zbatoj dhe haramin ta largoj nga jeta e tij. Ky është sensi. Për këtë arsye, jo më kot pejgamberi sa po e ke sigurt, i tha, ke sigurt xhenetin, e ke xhenetin, sepse të jetosh në halal është sfidë. Ti jesh larg haramit është sfidë edhe më e madhe. Sidomos në kohë të tilla si kohët e sotme, ku harami është i kudo gjendur. Është lehtësisht i arritshëm. Madje edhe në aparaturën e celularit ti mund të bësh haram, e mund të gjesh haram, e mund të shkepesh në haram. Ndërkohë që është një copë celular, le të themi një vegël, domethënë në dorën e njeriu. Ndërkohë që më herët, në kohët e më përpashme, që njeriu të bënte haram, ndoshta do të kishte lodhje, do të kishte sakrificë, do të kishte i jepej mundësia apo nuk i jepej mundësia për të bërë haram, ndërsa kohët sot janë shumë ndryshe. Për këtë arsye, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po, nëse ti e konsideron halalin halal dhe haramin haram dhe më pas jetën tate e zhvillon në saj të këtij halali dhe larg haramit, e ke sigurt xhenetin. Dhe fjala halal normalisht është shumë e gjerë, çdo gjë që Zoti e ka lejuar apo e ka pëlqyer, dhe haram është çdo gjë që Zoti i Madh e ka ndaluar. Pra kanë thënë se kjo është e ndaluar apo Zoti ka thënë unë e urrej që ju ta bëni një gjë të tillë apo kush e bën një gjë të tillë fiton hidhrimin tim. Pra ky është kuptimi i haramit. Normalisht që edhe harami ndahet në llojet e veta, kemi haram të madh dhe kemi harame të vogla. Dhe kemi tek halali, kemi halal që njeriu e bën pa marrë shpërblim dhe sevap, dhe kemi halal që njeriu e bën dhe me shpërblim dhe sevap. Pra jo për çdo halal që bën njeriu me shpërblim dhe sevap, por ka disa halalle në jetë që kur njeriu bën me shpërblim dhe sevap. Për shembull, nëse njeriu e bën një vepër e cila është halal, e lejuar, mubah, po e bën me qëllim të mirë, Zoti ja jep shpërblimin sikur jep shpërblimin, jep sevap. Për shembull, dikush kur ushqehet, niyetin e ka që të jetë i fortë në namaz. Zoti për këtë ushqim që ai ushqye i jep sevap dhe shpërblim. Dikush thot po flej herët sot sepse duhet të shohem për namazin e sabahut. Pavarësisht kjo është halal, Zoti më jep shpërblimin për këtë gjumë që ai ka bërë. Pra ka njerëz që arrin nëpërmjet konceptimit të duhur të çdo detajit të jetës që gjithë ditën e tyre ta kthejnë në adhurim. 24 orë ti shkruajnë 24 orë adhurim, ndërkohë që ka njerëz që nga 24 orë adhurim, 8 orë ikën gjumë, 8 orë ikën punë, 4-5 orë ikën takime, pushime, ngrënia, pirja, edhe nuk i mbetet nga adhurimi ose për adhurimin e Zotit vetëm se gjysmë ore në ditë. Pra gjithë dita me 24 orë, këtij i mbyllet me gjysmë ore, ndërkohë që dikujt tjetër i mbyllet me 6 orë, dikujt tjetër i mbyllet me 12 orë dhe dikujt tjetër i mbyllet 24 orë adhurim për Zotin e gjithësisë. Megjithatë, hoxhë nderuar, ky sahabi ne shikojmë një lloj bindje që çdo gjë që Zoti do ta kishte konsideruar halal, ai do ta pranonte atë, dhe çdo gjë që Zoti do ta kishte konsideruar haram, ai do ta pranonte atë si haram. Por në hadithin që profeti alayhis salatu wassalam tregon në lidhje që Allahu pati banorët e tokës dhe pëlqeu disa prej atyre
krishterëve të parë monoteist dhe për arabëve dhe pastaj zgjodhi më pas që popullit arab t'i sjelli profetin alayhis salam. Profeti alayhis salam e sqaron, domethënë që njerëzit pra lindin të pastër në natyrën monoteiste të besimit. Por vjen aty pastaj thot shejtani dhe u lejon të ndaluarën dhe u ndalon të lejuarën. Pra i bën të kundërtën e asaj që tha ky sahabi. Ka sot njerëz të cilët e bëjnë të veprim. Pra ato nuk e konsiderojnë halalin halal dhe haramin halal. Atëherë, cili është mendimi i Islamit për këto njerëz? Çfarë duhet bëjnë këto njerëz? Tregohet një hadith, hadithin e Hatim ibn Adiut radhiyallahu anhu, i cili u ka vajtur tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ishte i krishter, pranoi Islamin. Dhe pejgamberi sallallahu ndër të tjera i lexoi fjalën e Zotit, ittakhadhu ahbaruhum wa ruhbanuhum arbaban min dunillah. I konsideruan murgjit, priftërinj dhe rabinët zota përveç Allahut. Tha o pejgamberi i Zotit, nuk i kemi adhuruar si zota përveç Allahut. Pra nuk i kemi konsideruar zota. Tha pejgamberi alayhis salam, kur halalin ju a bënin haram dhe kur haramin ju a bënin halal, a ju bindeshit ju atyre? Tha po, ju bindeshim. Qale tilke ibadetuhum iyahum. Tha kështu i keni adhuruar ata. Pra nëse ne jemi të qartë se çfarë është halal dhe çfarë është haram, dhe ndjekim dikë edhe hoxh sikur të jetë ky, edhe mufti, edhe një dietar i Islamit të tjetë. Në momentin që ne ndjekim në diçka që ai e bën halalin haram apo haramin halal dhe ne jemi të vetëdijshëm se ky po ndryshon ligjin, kemi rënë në aktin më të shëmtuar që është e kemi konsideruar sikur të jetë ai Zot përveç Allahut, sepse nuk ka të drejtën e ligjvënies dhe nuk ka drejtën e sjelljes së një ligji për besimtarët se çfarë është halal dhe haram vetëm se Zoti i gjithësisë. Dhe nëse ndonjë prej dietarëve apo xhallarëve apo kushdo qoftë njerëzve të fesë ndryshon këtë ligj dhe ne jemi të vetëdijshëm dhe e ndjekim, i është njësoj sikur me qenë duke adhuruar përveç Zotit. Për këtë arsye domethënë një njeri gjithë jetën bën haram, e di që është haram, ky ka mundësi që Zoti ta falë në botën tjetër. Dhe një njeri i cili s'bën asnjëherë një haram të caktuar, po thotë s'ka gjë është e lejuar, ky njeri nuk shpëton në botën tjetër. Edhe pse s'e ka bërë asnjëherë këtë haram. Pra, është shumë e rëndë tek Zoti i gjithësisë që dikush të bëjë rolin e Zotit. Është shumë e rëndë. Edhe pse ndoshta njeriu se bën kurrë këtë mëkat, po thotë jo s'ka gjë, është lejuar, nuk ka problem. Është koha, bën mirë për shëndetin, nuk ka problem. Nëse njeriu merr vetëm pak, nëse dehet, nëse s'de, fillon edhe legjimiton atë që është ndaluar. Ndërkohë që ky vet faktikisht nuk e zbaton, sepse nuk ka nevojë ndoshta apo i bën dëm për shëndetin. A më thotë është e lejuar, ky njeri është në botën tjetër ky është qafir, i dal prej feje. Ndërkohë që kemi rastin tjetër, dikush thotë se është punë vallahu, unë e di që është haram, Zoti më fal. Ky njeri Zoti edhe mund ta fali, po edhe po se fali do të vuj, përfundimi i tij do të jetë xheneti. Por a ka profetizuar profeti alayhis salam si shenjat e kiametit lejimin e harameve ndryshe qofshin alkooli, kamata, muzika e të tjera të tjera? Për shenjat e kiametit, ta pejgamberi sallallahu nuk do të bëhet kiameti derisa gjërat që ne kemi të qarta që janë haram do të bëhen halal dhe përmendi pikërisht immoralitetin, përmendi kamatën, përmendi ahengjet, muzikën e kështu me radhë, si gjëra të cilat njerëzit i bëjnë halal para se të bëhet kiameti. Pra gjykojnë për to se janë halal, po. Pra për shenjave të kiametit, gjë që tregon se punët nuk janë mirë, Sepse sa më afër të afrohemi kiametit, domethënë më shumë prishet njeriu nga ana fetare dhe sa më afër timi profetit alayhis salam, aq më fort kanë qenë besimtarët. Për këtë arsye, domethënë kuptohet nga kjo e gjitha sa e rëndësishme është dija e saktë fetare, dija e vërtet fetare. Për këtë arsye pejgamberi sa i quajti dietarët, trashëgimtarët të profetëve, ata të cilët i orientojnë njerëzit tek e drejta dhe tek e vërteta. Dhe Zoti tha nuk e largon dijen nga dietarët që ta harrojnë nga memoriet e tyre, por Zoti e merr dijen duke marrë dietarët. Derisa mos mbesin tokë vetëm se udhëheqës, pra prijës fetar, xhuhal, të paditur, fadallu u adallu, humbin vetët të tyre dhe i humbin njerëzit. Nuk ka gjë më të keqe domethënë se sa akhwaf ma akhafu ala ummati, gjëja më shumë që i friksohem ummetit tim janë dietarët që flasin bukur dhe mirë, që kanë oratorinë, që kanë elokuencën në të shprehur, por që janë bosh në dije dhe të humbur.
me këtë elekuencë, me këtë të folur, me këtë oratori humbin njerëzit dhe veten e tyre. Pra kjo është gjë më e rrezikshme. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhadan fa'aftau fadhallu wa dhallu. Ndërmorën njerëzit udhëheqës fetar të paditur, të cilët kur pyeteshin i jepnin fetva dhe jepnin përgjigje, humbnin vetet e tyre dhe humbnin njerëzit bashkë me ta. E bukur e këtij hadithi është hoxh sepse profeti alayhis salam tregon dhe thotë që Zoti e merr me anë të dietarëve, edhe nuk thotë që me anë djegjeve të librave, sepse dietari në vetvete e mbart dijen, kurse libri nuk e mbart në vetvete shpjegimin. Dhe është e saktë, domethënë që çdo njeri, është më duket një thënie Imam Aliut, çdo njeri që mëson fen me anë të librit e mëson gabim. Pra, a ka nevojë ky për një dietar t'ia shpjegojë? Men kana sheikhuhu kitabuhu fa khata'uhu akthar min sawabihi. Kush e merr dijen nga libri, pra vetëm nga libri, pa një hoxh, pa një mësues, gabimet e tij janë më shumë se sa qëllimet, se sa ja qëllon me fjalë, se sa të saktat e tij, dhe normalisht kjo ka bazament sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u ka mësuar fen njerëzve dhe sahabët u ka mësuar fen njerëzve dhe kështu ka ardhur kjo fe, pra me mësim dhe jo vetëm me lexim. Është njësoj si gjitha, le të themi, shkencat e tjera. Nëse dikush për shembull le të themi mëson mbi kirurgjin, pa pas një profesor që të rinë kokë që të mësoj, që të bëj praktikën tek ai, normalisht që kjo nuk do ta bënte atë kirurg të aftë të Zotit, derisa të ushtrohet në praktikë dhe derisa të ketë një mësues i cili e orienton atë. Dhe kështu funksionon edhe në Islam, patjetër duhet edhe mësuesi, dhe ne deri më sot nuk dimë ndonjë dietar të Islamit që të jetë dietar i Islamit pa kaluar në duart e një mësuesi. Atëherë hoxh, për ta përmbyllur me pyetjen e fundit inshallah, nëse besimtari pra mjaftohet pikërisht me këto vepra, a duhet ai pra të qëndrojë ke këto vepra apo ai duhet përpiqet shumë për xhenetin? Faktikisht dietarët e Islamit kur komentojnë këtë hadith apo dhe hadithe të tjera të ngjashme, thonë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i është përgjigjur situatës duke marrë në konsiderat gjendjen e personit dhe se njeriu më vonë do të përmirësohet, sepse njëri i cili është në rregull me farzet, njëri i cili është në rregull me halallin, në rregull me haramin, absolutisht kjo do t'i japi atij edhe më shumë, le të themi, do t'i japi edhe më shumë nxitje, energji për të përmirësuar. Siç i tha për shembull, tani pejgamberi i Zotit, po si u the atyre ti mos ta japin zakatin, tha do ta japin më vonë. Kështu që njeriu duke qenë korrekt në këto gjëra, faktikisht ai fiton një energji shumë të mirë që t'i hapet oreksi, le të themi kështu, t'i hapet drita edhe për adhurimet e tjera. Pa nuk do të mbetet me kaq. Një i cili është kaq korrekt me këto 4 gjëra që u përmendën këtu, nuk do të mbetet këtu, po do të çelet edhe imani i tij dhe dëshira e tij për të adhuruar Zotin, për të kushtuar Zotit edhe më shumë. Allahu të shpërblet thotë. Amin edhe ty. Të nderuar televizionistë, ishim me Hoxhën Ahmet Kalaja me shpjegimin e bukur të hadithit të minimumit të personit që të futen në xhenet. I takojmë sërish në emisionin e ardhshëm. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.